Kryetarja e Komisionit të Apelimit në PD, Adriana Kalaja, ka reaguar ashpër pas vendimit të Gjykatës së Lartë për çështjen që lidhet me kallëzimin penal për 9.000 metra katror tokë në Surel të familjes Rama, duke akuzuar gjyqtarët se janë vënë në shërbim të pushtetit. Kalaja ka akuzuar trupin gjykues të përbërë nga Sokol Binaj, Ilir Panda dhe Sander Simoni se nuk kanë pranuar rekursin e paraqitur lidhur me çështjen. Kalaja pretendon se bëhet fjalë për një kallëzim penal të depozituar më 9 shtator 2024 në SPAK ndaj kryeministrit Edi Rama, bashkëshortes e tij Lindita Rama, Olsi Ramës dhe personave të tjerë që mund të identifikoheshin gjatë hetimit. Kallëzimi lidhej me dyshime për një sër veprash penale. Pa u harruar shija e keqe që la kryetari i Gjykatës Lartë Sokol Sadushi në rolin e lolës së kryeministrit, vjen vendimi i sokolëve të partisë që amnistojnë grabitjen e 9.000 metra katror tokë në Surel nga familja kryeministrore. Vendimi i Gjykatës Lartë, ku treshja e gjyqtarëve, ushtarët e pushtetit Sokol Binaj, Ilir Panda dhe Sander Simoni, nuk pranojnë rekursin e bërë lidhur me këtë çështje të rënd penale, është dhe goditja e radhës ndaj shtetit ligjor të së drejtës. Historia fillon me 9 shtator 2024, ku nga ne është kallëzuar në SPAK Edi Rama, Lindita Rama, Olsi Rama e tjerë, si dhe çdo person i pa identifikuar prej nesh, por që do rezultonte nga hetimet e SPAK-ut i lidhur drejt për drejt me veprat penale që ne kallëzonim në këtë kallëzim penal. Dhe më e rëndësishmja në të gjithë këtë fakt është se këta 3 gjyqtarë janë kallëzuar penalisht nga Partia Demokratike dhe në referim të nenit 15 e vijues të kodit të procedurës penale duhet të jepnin dorëheqjen, duke na ngritur edhe pyetjen tjetër legjitime se a mund të gjykojë një çështje një gjyqtar, në rastin konkret gjyqtarët e Gjykatës Lartë, kur pala rekursuese është dhe kallëzues i tyre? Mëtej, Kalaja u shpreh se PD do të vijojë betejën e saj për rikthimin e shtetit ligjor dhe garantimin e drejtësisë kushtetuese për çdo qytetar shqiptar.